Vetëm 14 vjeç, Jori Xure ka krijuar Microchat 3.0, chatbotin e parë shqiptar me modul edukativ Smart Learn, që synon të ndihmojë mësuesit dhe nxënësit me materiale interaktive në gjuhën shqipe. Platforma mund të gjenerojë automatikisht ushtrime nga një foto e librit në pak sekonda, duke e bërë procesin e të mësuarit më të shpejtë dhe më praktik. Sipas Jorit, ideja lindi nga përvoja e tij si nxënës dhe nga mungesa e platformave edukative në Shqip të lidhura drejt për drejt me tekstet mësimore. Ideja për platformën lindi gjatë këtij viti shkollor, kur Ministri i Arsimit sapo më dha një ligj të ri dhe një indicje të re për të përdorur laboratorit të reja smart në orët e mësimit, por jo me mënyrën tradicionale të PowerPoint dhe shkrimit të videove, por duke përdorur software real për zhvillimin e orëve mësimore. Por kishte një problem që për gjuhën shqipe, sidomos për lëndës si gjuha shqipe, historia, gjeografia e tjerë, nuk mund të arrishe të gjeni platformat që mund të gjenerojnë ushtrime në gjuhën shqipe dhe që kishin lidhje me mësimin real që ne kishim në fjalë. Microchat 3.0 u jep mësuesve mundësinë të krijojnë ushtrime të personalizuara dhe të ndjekin përgjigjet e nxënësve në kohë reale, ndërsa nxënësit mund të mësojnë përmes materialeve interaktive pa pasur nevojë për procese të ndërlikuara regjistrimi. Mësuesit së fundmi, sepse platforma doli në përfundimin të vitit shkollor, e kam përdorur platformën, e kam pëlqyer shumë sepse platforma është shumë e shpejtë, është një iniciativë shumë e mirë për ata për të thjeshtuar punën e tyre, për të ulur oraret e punës dhe për të bërë një mësim sa më të mirë interaktiv në një kohë shumë të shkurtër. 14 vjeçari thotë se synimi i tij është që në të ardhmen Smart Learn të mund të përdoret më gjërësisht në shkollat shqiptare përmes një bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, duke u kthyer në një platformë kombëtare për arsimin digjital në gjuhën shqipe.